Një Osmani, po nis nga kjo fundit, është kandidate për presidente. Ndërsa zoti Abdi Gjiku është kandidat për kryeministër dhe ai ka barrën e shpalosjes së premtimeve nga programi zgjedhor kështu me radhë. Zonja Osmani në petkun e presidentes natyrshëm që ka qenë kufizuar për të flas hapur për disa rezerva që ajo mund t'i ketë pasur ndaj qeverisë, përveç fjalimit në kuvend vitin 2023 kur kërkoi që të ndalet Bigjozi me shtetin dhe aty ishte me gjasa dhe thyrja me lëvizjen vetëvendosje dhe tani po bashkullheq fushatën zgjedhore me zotin Abdi Gjiku, po besoj në një fushat model, në një fushat që po akceptohet mirë nga qytetarët, po shohim pritje dhe pëlqyeshmëri të madhe për zonjën Osmani, sidomos nga gratë dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse gratë përveç janë gjysma e popullsisë në vend, ne të gjithë e dim që kanë bukurol të madhe bindës edhe në shtëpi, gjithandej në institucione tjera, pra po besoj që kjo është ajo argumenti kryesor ndoshta që do ta rrit ndjeshëm lidhjen demokratike. Dhe pikërisht sa besoni zoti Hoxha se do ta bëj diferencën edhe në përqindje rikthimi i Osmanit në këtë garë politike? Tashmë ne duhet të flasim bazë të asaj që po shohim edhe në bazë të kësaj, pra ne po shohim një pëlqyeshmëri të madhe të zonjës Osmani. Tash nëse ja shtojmë dhe analizën e zgjedhjeve të shkurtit 2025, sepse po i evitoj këto të fundvitit kaluar për shkak se po i quaj të një eksperiment i jashtëzakonshëm kur gjithë diaspora ishte këtu, kur ishin festat e fundvitit. Kur ishte zonja Osmani në mbështetje të projektit. Ishte duke thënë, kishte votim për një binom Kurti Osmani, madje gjithë dinin që data madje konfirmoi edhe presidenti Osmani tani që 28 dhjetori u caktua pikërisht në bazë kërkesës së zotit Kurti. Pra, duke evitu këto edhe duke marrë për bazë analizat e shkurtit 2025, po besoj që rrjedhimisht i bie se besoni që lëvizja vetëvendosje do zvoglohet për hir të këtyre dy faktorëve. Prishjes së binomit Kurti Osmani, por edhe mos prezencës fizike të mëkatës. Absolutisht, këto janë dy kryesorët, ndërsa ka dhe faktor tjerë, por faktorët kryesorë janë këto, sepse natyrshëm që në prag të pushimeve vendimtarët nuk mund të vinë në fillim qershorit këtu, nuk do të votojnë gjithë me postë, dhe ata që janë të regjistruar në bazë praktikës së zgjedhjeve të kaluara, rreth 20 deri në 30% të tyre, pavarësisht që regjistrohen, nuk votojnë ditën e zgjedhjeve. Pra, pastaj zonja Osmani natyrshëm që do merr vota nga lëvizja vetëvendosje, sepse nuk mund të merr nga LDK-ja, sepse është ekskluzivisht nga lëvizja vetëvendosje. Absolutisht. Nga PDK-ja jam shumë pesimist që do ta merr ndonjë votë, kështu që ekskluzivisht do të merr nga partia e zotit Kurti, po ashtu edhe Partia Demokratike ndihmë të zotit Limaj që sfundi arritën një marrëveshje, pra si opozit do të ketë rritje të ndjeshme që do ta imponoj domosdoshmërisht krijimin e koalicioni pas zgjedhor, në qoftë se zgjedhet president.